Të mërkurën është arrestuar nga forcat operacionale të policisë së shtetit Ergys Agasi, i shumë kërkuar nga Speku me akuza të rënda penale, shkelje barazisë në tender apo ankand publike, konkurrencë e palishme nëpërmjet dhunës, heqje e palishme e lirisë, si pastrimi produkteve të veprës penale. Agasi është një njeri jo i panjohur për publikun në Shqipëri, i shpallur në kërkim në dhjetor të vitit të shkuar, e pas 7 muajsh ai bie në prangat e policisë me ardhjen e drejtorit të përgjithshëm Skënder Hita e ndryshimeve në kupolën në uniformave blu. Agasi njëhet për emërtimet e akuzat e forta të ardhura nga opozita për emërimet e tij në struktura të ndryshme nga drejtori i policisë së shtetit, te kreu i shishit apo nga drejtues të tjerë sesionesh, akuza për të cilat opozita nuk është kursyer as ditën e mërkurë. Kush është Ergys Agasi? Nga vjen se në aposiografitë të tij, Ergys Agasi është djali i Bardhyl Agasit, i sekretarit organizativ të Partisë Socialiste, një njeri me një familje historikisht të majtë e socialiste, më pas ai shfaqet si një mbështetës i Ilir Metës e me ardhjen socialiste në pushtet me LSI-n, Ergys Agasi bëhet kreu i inspektoriatit të mjedisit. Ka një foto të Edi Ramës në momentet e para të pushtetit pas vitit 2013, ku ai shfaqet me Lefter Kokën, Ergys Agasin e Alqi Bllakon, pjesë e stafit të Ministrisë së Mjedisit. Lefter Koka u arrestuar për çështjen e inseneratorit të Elbasanit me akuza ke përfshirjen e Tiranën, nga ana tjetër në Qeli përfundoi nga Alqi Bllako, pa ashtu me akuza për inseneratorët, ndërsa Ergys Agasi nuk pati akuzat e korrupsionit politik, por shkoi për 10 vite më pas. Ai u akuzuar për aferën e Akshit, për pengmarrje, për korrupsion, për grup të strukturuar kriminal e për më tepër nga opozita është akuzuar si njeriu që drejtonte shtetin, si një koordinator i krimit që sipas Partisë Demokratike ishte një bashkëpunëtor i ngushtë i Edi Ramës. Gazetarja Klodiana Lala në daljet e saj e ka akuzuar edhe për linket e forta edhe për emërimet e policisë së shtetit. SNA ka shkruar në vitin 2024 këtë shkrim ku flet për drejtijet e Ergys Agasit se si ky njeri i ardhur nga niveli i ulët i politikës që ngritur në një njeri që qëndronte në trezën e niveleve më të larta politike në vend. Ne kemi filmuar e fotografuar Ergys Agasin duke dalë nga vila qeveritare në momente kur në këtë stacion doge kryeministri Edi Rama, nga ka qëndruar me një makinë për rreth 2 orë. Agasi për te gjithçkaje që ai bënte si biznesmen apo në bashkëpunim me biznesmen të tjerë, ishte njeri me ligje të forta politike që askush deri tani nuk di t'i shpjegojë se si u ngrit në një nivel të tillë politik, ku pretendohet se ka emëruar drejtor të policisë së shtetit, drejtor agjencish të ndryshme, institucionesh, e kishte ndikim në agjenci të rëndësishme shtetërore, pa linjet e forta me pushtetin, me kryeministrin e qeverinë, askush nuk mund ta bënte, por nga ana tjetër, Ergys Agasi përflitet edhe si një person në një konflikt të hapur politik, si një mbështetës i Erion Veliajt që sulmonte grupin e Belinda Ballokut. Profili i tij ndoshta nga mediat e opozitës është fryer më shumë se sa duhet, duke ngënë nga atribute që ndoshta si ka pasur kur, por faktet që ekzistojnë janë dosja e Akshit e akuzat e opozitës, të cilat qofshin të tepruara. Kjo e fundit është në të drejtën e saj, ku për një kohë të gjatë Ergys Agasi nuk e kanë kursyer as pak, me gjithëndrimet që kërkonte të mbante vetë Agasi si një individ me një profil të ulët. Shqipëria e Tirana janë shumë të vogla për të fshirë një pushteti aq i madh politik, ekonomik e mediatik.